Një shtetas i huaj i moshës 47 vjeç ka humbur jetën ditën e djeshme pasi ka rënë nga lartësia teksa po punonte për ndërtimin e një pallati në zonën e ish bllokut në Tiranë. Punonjësi ka humbur jetën për shkak të shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë në kantierin e ndërtimit të pallatit, i cili njihet si pallati i Shkëlqenit. Policia ka arrestuar 2 inxhinierë jashtë ndërsa administratori është arratisur, shkruan Propaskena. Pallati po ndërtohet nga biznesmeni Agim Zeqo, i njohur si Gimi i Red Bullit, një biznesmen kontrovers pranë familjes Berisha, lidhje e ngushtë e Shkëlqen Berishës. Media e ngritur dyshime të forta se Gimi i Red Bullit është maske e Shkëlqen Berishës dhe prestanome i tij në ndërtimin e kullave në Tiranë dhe resorteve në Bregdet. Agim Zeqo ka një vilë në Rolling Hills në Tiranë, ngjitur me vilën ku jeton pikërisht Shkëlqen Berisha, djali i ish kryeministrit Berisha. Duke mbajtur nën kontroll opozitën, i imponohet Edi Ramës që t'u jap kulla, resorte, tendera, koncesione dhe prona publike biznesmenëve që shërbejnë si bankomat për familjen Berisha, që nga Bashki Mulaj, Agim Zeqo, Kloda Lajbeu, Rok Gjoka, Salilari e të tjerë. Gjithashtu Agim Zeqo, i cili rezulton në disa dosje të SPAK, duke mbuluar pastrimin e parave të politikanëve të korruptuar, rezulton se ka udhëtuar shpesh herë në vende të ndryshme me Shkëlqen Berishën. Zeqo, një nga përfituesit më të mëdhenj të pushtetit të Edi Ramës, rezulton lidhje e ngushtë e Arben Ahmetajt në kërkim nga SPAK për korrupsion dhe pastrim parash.